Partia Demokratike e Vlorës zhvilloi këtë të diel procesin për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të kryesisë së saj. Në fakt, Dega e Vlorës ishte e para në rang vendi, e cila mblodhi kuvendin e saj për të zgjedhur anëtarët e rinj të kryesisë përmes votës së delegatëve. Procesi i votimit startoi në orën 9 të paradites të mëngjesit të kësaj të diele, ndërsa pati një numër të konsiderueshëm të anëtarëve apo thëndryshe delegatëve që u bën pjesë e këtij votimi. Pamjet që po ndishtin në ekran janë filmuar gjatë paradites nga televizioni 6+1 Vlora, ku fluksi është i konsiderueshëm i të gjithë delegatëve të kuvendit. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, kryetaria e Partisë Demokratike të Vlorës Nada Meçorapaj tha se kryesia e re do të ketë dy sfida të rëndësishme, siç janë zgjedhjet vendore dhe ato të përgjithshme parlamentare, ndërsa deklaroi se është e kënaqur për mënyrën se si ka ecur procesi votimit këtë të diel. Sot Partia Demokratike e Dega Vlorë zhvillon zgjedhjet për kryesinë e re të Degës. Në këtë proces marrin pjesë rreth 450 delegat nga Dega dhe votohet për 56 kandidat. Është një proces shumë i rëndësishëm, sepse ky ekip do të jetë ekipi që do të drejtojë dy fushatat e ardhshme, ato lokale dhe vendore më mbrapa, ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme, shumë punë dhe përkushtim për të pasur një përfaqësim sa më të mirë politik në qytet dhe jo vetëm, dhe jam shumë e kënaqur me pjesëmarrjen siç dhe ju e pat, me një angazhim dhe një interesim shumë të madh të gjithë delegatëve për të marrë pjesë për të votuar ata që ata mendojnë që do të jenë fytyra e Partisë Demokratike në këtë proces. Po ashtu, kryetaria e Partisë Demokratike të Vlorës Nada Meçorapaj tha se është e kënaqur edhe nga pjesëmarrja e delegatëve të kuvendit për të zgjedhur anëtarët e rinj të kryesisë së Partisë Demokratike. Po, jam shumë e kënaqur nga pjesëmarrja, nga interesimi i tyre i shprehur për të vendosur me vot. Partia Demokratike ka një mekanizëm shumë demokratik siç është vota, dhe çdo proces dhe çdo emër këtu vendoset vetëm nëpërmjet votës. Vota është mekanizmi më demokratik. Kështu që në këtë këndvështrim të gjithë demokratët kanë pasur interes dhe vazhdojnë të shprehin për të votuar kandidaturat për t'i përfaqësuar në kryesinë e Degës Vlorë. Sa anëtarë të kryesinë? 26. 26 anëtarë votohen sot, janë ndërkohë të kooptuar kryetaria e Degës, sekretari dhe në këtë kryesi janë përfaqësojnë edhe kryetaria e Lidhjes Demokratike të Gruas si dhe kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike për Degën e Vlorës. Delegatët e kuvendit të Partisë Demokratike të Vlorës zgjodhen gjatë kësaj të diele kryesinë e re përmes votës së fshehtë, ndërkaq të propozuar për anëtar të kryesisë së Partisë Demokratike janë 60 demokrat, nga të cilët do të zgjidhen 26. Përfshi këtu edhe kryetaren e Degës, sekretarin dhe kryetaren e Forumit të Gruas dhe atë të Forumit Rinor, të cilët hyjnë automatikisht.